Sa gjëra humbasin duke nxituar në jetë një eksperiment social. Në Washington DC, në një stacion metroje, një mëngjes të ftohtë janarit vitit 2007, një burr me violin luajti 6 pjesë të bahut për 45 minuta. Gjatë asaj kohe, përafërsisht 2000 njerëz kaluan nëpër stacion, shumica prej tyre rrugës për në punë. Pas rreth 4 minutash, një mesobur vuri re se një muzikant po luante me violin. Ai ngadalsoi ritmin dhe u ndal për disa sekonda, më pas nxitoi hapat. Rreth 4 minuta më vonë violinisti mori dollarin e parë. Një gruaja hodhi parat në kapel dhe pa u ndalur vazhdoi të ecte. Në minutën e 6, një i ri u mbështet pas murit për ta dëgjuar pastaj pa orën dhe filloi sërish të ecte. Në minutën e 10, një djalë 3 vjeçar ndaloi, por nëna e tërhoqi me nxitim. Fëmia u ndal për të parë sërish violinistin, por nëna e tërhoqi më fort dhe fëmia vazhdoi të ecte duke kthyer kokën pas gjatë gjithë kohës. Ky veprim u përsërit nga disa fëmijë të tjerë, por çdo prind pa përjashtim i detyroi fëmijët të ecnin me shpejtësi. Në minutën e 45, muzikanti vazhdoi të luante. Vetëm 6 persona ndaluan dhe e dëgjuan për një kohë të shkurtër. Rreth 20 prej tyre i dhan para, por vazhduan të ecin me ritmin normal. Burri mblodhi gjithsej $32. Pas një ore, ai mbaroi së luajturi dhe raheshtja. Askush nuk e vuri re dhe askush nuk duar trokiti. Nuk ishte fare mirënjohje, askush nuk e dinte. Por violinisti ishte Joshua Bell, një nga muzikantët më të mëdhenj në botë. Ai luajti një nga pjesët më të ndërlikuara të shkruara ndonjëherë, me një violin me vlerën e $5.5 milion. 2 ditë më herët, Joshua Bell kishte qenë në një teatr të mbushur plot në Boston, ku sediljet kushtonin mesatarisht $100 secila për të ulur dhe për të dëgjuar të luante po të njëjtën muzikë. Kjo është një histori e vërtetë. Joshua Bell duke luajtur inkognito në stacionin e metros në DC, u organizua nga Washington Post si pjesë e një eksperimenti social rreth perceptimit, shijes dhe prioriteteve të njerëzve. Ky eksperimenti ngriti disa pyetje. Në një mjedis të zakonshëm, në një orë të papërshtatshme, a e perceptojmë ne bukurinë? Nëse po, a ndalemi ta vlerësojmë atë? A e njohim talentin në një kontekst të papritur? Një përfundim i mundshëm i arritur nga ky eksperiment mund të jetë ky. Nëse nuk kemi një moment për të ndalur dhe për të dëgjuar një nga muzikantët më të mirë në botë, duke luajtur muzikën më të mirë të shkruar ndonjëherë, me një nga instrumentat më të bukura të bërë ndonjëherë, sa gjëra të tjera humbasim teksa nxitojmë në jetë?